Përshëndetje e njëherë, dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni, në Evropë, në Amerikë. E shihni dhe vetë dhe kam thënë gjithmonë, dashur shqiptar, të dyja partitë për 35 vjet janë të dyja partitë anti-shqiptare me program serb dhe më në fund me program grek. Shqiptarët e mi u kam thënë gjithmonë që në parlament gjithmonë janë zgjedhur njerëzit me ignorant, spiuna, që ua kanë vënë emrin mizat e kalit. Shqiptarët e mi e pat dije se ç'a ndodhi në parlament. Rrishin me grusht, thynin tavolina, thynin aparatet, që ato janë blerë me parat e shqiptarëve. Pra e shihni vetë dashur shqiptar, shikojeni si goditeni një farë balliu, idhet e përdridhet, që zoti Qela duhet të kishte arrestuar balliun që ditën që po diqte Tiranën. Nuk të kam thënë kot zoti Qela, je prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë. I lini qëllimisht që të djegën Shqipërinë, i lini qëllimisht që të djegën parlamentin e Shqipërisë. I hedhën aparatet, shajnë me nenën e me babën, edhe letër shtëpie flasin. Çfarë nuk flasin? Me ignorant që ka pat Shqipëria, po habitet tër bota, sepse shqiptarët janë intelektual, janë profesionist, di nga 4-5 gjuhë, por nuk janë në punë. Sepse 35 vjet kanë afruar ignorancin, kanë afruar ata që ua kanë dhënë sërbët, besnikët e tyre, ata janë besnik spion, ata kanë lindur spion, se baballarët e tyre kanë qenë spion, që dëgjonin prapa dyerve, që dëgjonin në përvrimat e qelsave, që i fusin njerëzin për burg, i pushkatonin për 46 vjet, baballarët e tyre atë punë kanë bërë. Dhe fëmijët e tyre nuk thonë kot shqiptar, që lyshi është mi poshtër se qeni. Ja pra, këta keni patur, pavarësisht se ju nuk i keni zgjedhur, këta janë të emëruar. Këta janë të emëruar nga Edi Rama, këta janë të emëruar nga Sali Berisha. Po çdo të thotë që të emërohen nga Edi Rama. Edi Rama vjen nga Franca në për rrugët e Parizit, flinte në për urat, tamam si që tha nanua kur erdhi, ishte tha me thonjë të paprerë, me fytyrë të palarë. Vjen Berisha, sekretari i partisë, të spitalit, njeriu që ka jetuar në vilat, në bloku që i thoshin dikur, që rrinin gjoja udhëheqësët bolshevik. Pra, shqiptarët e mi u ka zënë për 35 vjet, po unë pres nga ju. Shqiptarët e mi i kam thënë dhe vëllezërve të mi kosovarë, kanë kohë 2 vjet e ca që mundohen të zgjidhen, por nuk zgjidhen. Cila është arsye dashur shqiptar që nuk zgjidhen? Është arsye këtij flamurit. Nëse në Kosovë nuk vjedh flamuri, në parlamentin e Kosovës nuk ka zgjedhje. Në asnjë mënyrë. Mua dije më zbërqefi dashur shqiptar, kur e pash parlamentin e Kosovës, pash një djalë jurist dhe flamur, e shikoni vetë, përparim gruda. Zoti përparim, Zoti të dhënë shënden, që ti e do Shqipërinë, e do kombin, pa tjetër je mësuar nga prindrit tënd, se flamuri e ke pranë që asnjëherë se kam parë atë flamur në parlamentin e Kosovës. Kam parë një flamur i përgatitur me ngjyra serbe dhe greke. Pra dashur shqiptar, shikojeni juristin. Pra unë po i lajmëroj gjithë deputetët, të quajtur deputet, tamam si këta në Shqipëri,
nuk ka zgjedhje nëse ju nuk mbani flamur në dorë, si që mbajnë vëllezit kosovar në për shtëpira, në për makina, në mërgim. Kosovarët e mbajnë flamur kudo, flamur e Shqiponjës. Ky është flamuri jot, nuk është flamuri sërb. Sërbët e kanë shkatruar Shqipërinë. Sërbët i kanë larguar shqiptarët për 100 vjet. Janë larguar, janë emigrantë në Turqi, në Afganistan, në Indi, kudo janë, sidomos shumica e shqiptarëve në Turqi janë 20 milion shqiptarë që janë rritur, janë lindur, janë të fuqishëm, punojnë si punon shqiptari dhe vjen përpara. Pra dashur shqiptar të Kosovës, pavarësisht se doli presidentja dhe e shpërndavi parlamentin. Por në zgjedhjet e reja do dalën djemë të rinj intelektuale që e duan Kosovën. Ajo dohet qeveri teknike, dashur shqiptar. Të njëjtën kohë do bëhet e qeveria teknike në Shqipëri. Pavarësisht se unë e kam zgjedhur qeverinë teknike. Jam zgjedhur dhe kam edhe ministra, 13 ministra, një e kam marrë nga Kosova, një nga Maqedonia edhe një nga Malizi. Parashikoj të marrë dhe një nga Turqia. Janë shqiptarë. Cila është arsye pse po i marrë këta? Sepse erdhi koha e bashkimit të Shqipërisë me kufijnë natyrore. Qeveria teknike do bëhet në Kosovë, në Malizi dhe në Maqedoni. Do dali shumë shpejt, dashur bashkëdhetar, me qenë se e zura Maqedoninë e Aleksandrit, jo Maqedoninë e Veriut. Do dalën 2 persona e një shqiptar. Nuk po i them emrin. Edhe një Maqedonas. Kanë marrë miliona dollar nga grekët e nga sërbët, që të ndrojnë emrin e ta venë si që vunë Maqedonia e Veriut. Ajo është Maqedonia, dashur shqiptar. E s'mund të ndrosh Maqedoninë me Aleksandrin e Madh, me shqiptarin, me nënën shqiptare. Pra dashur shqiptar, erdhi koha e jonë. Kosovarët e mi, e ani sa më parë, e ani të flasëm këtu në Tiranë, në shpresa e kombit që do bëjmë Shqipërinë. E ani sa më parë, nëse ju vendosin flamur, këtë flamur, ju do t'jeni fitimtar. Nëse ju nuk e vendosni edhe 100 herë të bëni zgjedhje, nuk ulem. Para arsye se ajo është Shqipëria. Ajo është krahina me bukur e Shqipërisë. Kosova ka luftuar me shekull me shpatë në dorë, me sërbët, me armit shekullor. Pra, aty kanë qenë patriotët e Shqipërisë. Në atë tokë, aty janë patriotët e Shqipërisë të Malë të Zi, që kanë luftuar me shekull. Aty janë patriotët Maqedoni, që në kohën e Aleksandrit. Shqiptarët janë shpërndarë që në kohën e Aleksandrit. Ku s'kemi shqiptarë? Afganistan, Indi, Pakistan, Iran, Irak, kudo të dashur shqiptarë që i kanë vizituar vetë familjet, akoma e mbajnë historinë e vjetër. Atë veshje, më atë zakon, që zakoni sot në Shqipëri po ka rënë për tokë, e kanë bërë spionazh. Pra, shqiptarët e mi, unë kam për të thënë disa gjëra sot dhe po flas në emër të kryeministit të qeverisë teknike. Po flas si misioner. Dashur shqiptar, më dëgjoni me vëmendje. Unë po lajmëros sot urgjent ambasadat që janë në tokën e Shqiponjave. Të gjitha ambasadat që janë të gjithë shteteve që ndodhen sot, përveç ambasadës time amerikane, përveç ambasadës gjermane dhe ambasadës austriake që është gjaku jonë. Të gjitha ambasadat, më dëgjoni me vëmendje ambasadat, se pilin që është dikushi, të mos ndërhyni në punët e brendshme të Shqipërisë, o të mos na hidhni zjarr në tokën e Shqipërisë. Ne shqiptarët e gjejmë vetë, si në Kosovë, si në Malë të Zi,
dhe në Maqedoninë tonë. Në Maqedoninë e Aleksandrit tonë, në Kosovë, në atë tokë që janë vrarë me shekull patriotët tonë, në atë tokë që kanë ikur me mira e miliona njerëz nga e keqja, kanë ikur nga përzemja që i përzuri Serbi, janë sot në Turqi. Me miliona njerëz janë të shpërndarë në përbot që në kohën e Aleksandrit. Unë po i njoftoj gjithë shqiptarët kudo që ndodhe në botë. Kudo që ndodhe në botë. Nëse kini dëshirë, ju do t'ini në shtetës shqiptar. Bizneset i kini drejt vini edhe në tokën e stërgjyshve tuaj, të gjyshve tuaj, të babalarëve tuaj, të vini të hapni biznes çfarë të kini qef, do t'ini në shtetës shqiptar automatikisht. Unë jam betuar para flamurit, unë jam betuar para Skënderbeut. Çdo shqiptar që ekziston në botë ka të drejtë të jetë në shtetës pa pagesë asgjë. Vetëm është gati fotografia dhe pasaportat do printohen me miliona. Kushdo që ka dëshirë të jetë në shtetës shqiptar, automatikisht vetëm do të jetë 5 minuta sa dali fotografia, emri e mbiemri, çdo pasuri që ka patur, gjysh stërgjyshi do t'i kthehen përsëri. Ato janë tokat e shqiptarëve. Pra, shqiptarët e mi, kudo që jeni, do të vini sa më shpejt në tokën e Shqipërisë. Pra, e njerë i bithire zyrtare, si misioner, si në Amerikë që kam 50 e ca vjetë, që kam punuar natë e ditë për të mbrojtur kombin e Amerikës, për të mbrojtur kombin e kufime natyror të Shqipërisë. Pra, ambasadat e huaj, përveç e përsërit edhe njëherë, përveç ambasadës time amerikane, sepse ambasada ime amerikane, familjet e shqiptarve, kanë 300 vjetë që kanë qenë në Amerikë. Presidenti i parë është shqiptar, George Washingtoni, me nënën shqiptare, me nënën nga e fusha e Kosovës, është nëna e George Washingtoni. George Bushi, po ashtu shqiptar, me preardhje shqiptare për 300 vjetë. Pra dashur shqiptar, kudo që jeni, i duhet jeni krenar që jeni shqiptar, i duhet jeni krenar që do bëjë Shqipëria me kufi natyrore. Të shpëtoni një herë mirë nga këta mizat e kalit, nga këta agent, të shpëtoni një herë mirë si në Kosovë, me mizat e kalit, si në Maqedoni e në Maltëzi, edhe këtu në tokën e Shqipërisë. Mjaft pra, mjaft, i thonë mjaft, mjaft shqiptar, bashkoni të gjithë, bashkoni për inat të serbëve, për inat të grekëve, edhe qamërin ne do të marrëm. Pra, erdhi koha e bashkimit, erdhi koha që takohen si dikur burrat që takoshin dorë më dorë për qafoshin me njeri tjetri. Të përqafohemi dashur shqiptar, t'i lem hasmërit më janë, sepse këto janë bërë qëllimisht për të leminuar shqiptarët, sepse shqiptarët janë të aftë. A i shikoni që apo bëjnë shqiptarët sot në botë, din nga 5-6 gjuhë, sot pata një familje dashur shqiptar, që ka qenë nga Gjirokastra dhe ka qenë në Greqi, bie e tyre dite 6 gjuhë. Çfarë t'i thuar shqiptarëve? 6 gjuhë dashur shqiptar. Bia e tyre, baba e tyre ushtarak, nëna e tyre ekonomiste. Vajtë në Greqi, kanë punuar, kanë ikur në përmalet. Pra, të dashur shqiptar, tini krenar që jeni shqiptar, tini krenar që Amerika është me ju, tini krenar që Gjermania, Austria është me shqiptarë. Princ Viti kur erdhi nuk erdhi të zopton të Shqipërinë, por erdhi ta shpëton të Shqipërinë. Pra dashur shqiptar, Amerika e ka shpëtuar Shqipërinë. Amanetet që ka lënë presidenti i parë George Washingtoni, presidenti e tjerë Lincolni, presidenti e tjerë Bushi, Jati, Ibiri, ka lënë amanete për Shqipërinë. Të bëjë Shqipëria me kufi natyror. E njëherë po e përsërit, edhe kjo është serioze. Ne jemi në kontrol të çdo ambasade që është në tokën e Shqipërisë në Tiranë, sidomos disa konsul që janë në Shkodër, Korçë, Gjirokastër. Keni kujdes. Mos futni hundet, po e them shqip. Mos futni hundet në punët e brendshme të Shqipërisë. Mos thithni zjarë se do bëni pishman, sepse ditën që ne jemi në zyra të reja,
për 24 orë ju largojnë nga Shqipëria. Ne kemi tërë dokumentat që ju bëni përçarje. Ju dilni natë e ditë, bashkoni mizat e kalit për të përçarë Shqipërinë. E njëherë po e them, o shqiptarët e mi, Amerika është me ju, Gjermania është me ju, Austria është me ju. Dhe shtetet e tjera janë ambasada. Nëse ata bëjnë miq me ne dhe ne jemi miq me ata. Nëse ata bëjnë sulm kundra shqiptarëve, e kanë shumë të shkurtër. Dikush mund të thotë, po shqiptarët nuk janë të armatosur. Po, shqiptarët janë të armatosur deri në dhëmbë. Është Amerika këtu, është nëna Amerikë këtu. Me çdo vend të dashur shqiptar janë forcat speciale të Amerikës. Pra, sado që munden këto dy parti që e kanë me orë, e kanë me ditë, këto të dyja partit e kanë me orë, u turpruan, e panë shqiptarët janë të dyja bashkë, e pat edhe qa bën brenda në parlament, për të ullur autoritetin, pra ata e din që janë. Pra, e njëherë kryetari, prokurori i përgjithshëm zoti Qela. Çfarë pret më? Çfarë pret? Pse nuk i dërgove prokurorët urgjent të arrestojnë? Ata e bin qëllimi që të ulën autoritetin e shqiptarëve. Ata e bin qëllimi që rrihen njëri me tjetrin, se ata s'kan karakter, ata s'kan turp, ata nuk njohin babën e tyre. Pra, të dashur shqiptar, erdhi koha e fundit. Erdhi, këta kanë mbaruar, nuk e kanë me orë e çdo gjë. E njëherë i drejtojmë SPAK-ut, që paguhet nga ne nga Amerika, byros kombëtare. Çfarë bën byro kombëtare? Pse nuk e arreston urgjent zëvendës kryeministrin? Pse nuk e arreston të gjithë këta deputet që bëjnë zhurmë, të gjithë këta deputet që thyen e bëjnë? Pra, çfarë bën SPAK? Mos më shko në Evropë, që të dhenat i ke. Amerikanët të kanë erdhur, ambasadat të kanë erdhur, njerëzit kanë erdhur nga Amerika për ditë, ti fjalën e ke dhënë, e ke firmosur që do jesh sipas kushtetutës. Pra, mos dil nga kushtetuta. Kudo që të vesh, nëse ju të SPAK-ut, sidomos zoti Braun, nëse ti nuk e arreston, unë të kam thënë data e fundit është 15, nëse ti nuk e arreston të gjithë flagrant, s'ka nevoj, nuk kam me imunitet për këta. Qënë presidenti duhet arrestuar urgjent, se këta janë bashkëpunëtorët e sërbit e të grekut. Pra erdhi koha dashur shqiptar. Pavarësisht se lufta e tretë ka filluar, s'na intereson fare. Ne na intereson kombi i Shqipërisë. Jini të sigurt dashur shqiptar, Kosova, Malizi, Maqedonia dhe Shqipëria, nëna Shqipëri. Sepse nëna Shqipëri është këtu, por fëmijët e ka një në Maqedoni, një në Maltëzi, një në Kosovë e një në Çamëri. Do bashkohen. Erdhi koha. Ashtu si do bashkohen këta, të bashkojmë të shqiptarë. Të japëm dorën një tjetrit, të lem mërit, të lem hasmërit, të lem pasurit që 7500 njëshja, të marri pasurit çdo person që i takon, e 200 vjetë ja kanë marrë, të marri përsëri, janë pasurit e tyre. Pra dashur shqiptar, unë po largohem, në orën 6 keni shumë për të thënë, po e përsërit e një e në fundit, sidomos sot kam punë prap me ambasadat e huaj. Mos ndërhyni në punët e brendshme. U shohim që lëvizni natën që po takoni nga PD-ja dhe nga PS-ja për të bërë Shqipërinë një zjarr, për të djegur Shqipërinë siç e bet me 97-ën ju ambasadat e huaja. Përveç ambasadës time amerikane, ambasadë gjermane, ambasadë e Austrisë, ju falenderoj të na bëni kritik, të na jepni të dhëna, çdo gjë jemi gati me ambasadat e huaja, të këshilloni Shqipërinë, sepse ju jeni toni. Ju keni të drejtë, çdo gjë që të thoni, ne jemi gati, shqiptarët janë gati të u shërbejnë, sepse Amerika i ka dyert e hapur dashur shqiptar për shqiptar. Gjermania i ka dyert e hapur, janë mbush spitalet me doktor, me infirmier shqiptar, në Gjermani me njëherë të pranojnë të bësh në shtetësinë, ashtu edhe në Austri, ata janë gjaku tonë. Pra dashur shqiptar, miru pafshim në orën 6, edhe njëherë, ambasadë e huaja, ne po u shëgojmë 24 orë
çdo gjë e shikojmë lëvizjet tuaja që po lëvisin me dy partit. Të dyja partit janë anti-shqiptare. E di unë pse lëvizni, sepse keni marrë parat shqiptarve, por jo me. Ne kudo që tini, ne do të marrëm parat, kudo që tini, këtu do jepni llogari ju ambasadat e huaja. Nuk është e vërtetë t'i them me emër, po e dëgjoni dhe e dini vetë. Ne e kemi të gjitha për 35 vjet. Çfarë keni bërë? Si keni bërë dallaveret? Si keni bërë shqiptarët spiuna? Si i paguani? Si çfarë i thoni të bëni? Pra e njëherë, mos futni hundët në punët e brendshme të Shqipërisë, se do t'u jep belaja. Pra, ne jemi shqiptarë, ne jemi kudo, ne jemi në çdo vend të Evropës, ne jemi në Athinë, ne jemi kudo të dashur shqiptarë. Pra, edhe njëherë miru pafshim në orën 6.